Me ndalim hyrje në territorin shqiptar të 3 zyrtarëve të koalicionit Vlen, u konfirmua ajo që tashmë dihej, se element politik nga Prishtina e Shkupi kanë organizuar protestat e dhunshme për zvarnecin në Tiranë. Bëhet fjalë për deputetët Bekim Qoku e Adnan Azizi, si dhe zëvendës sekretari në përgjithshëm të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Hasim Murtezani, të cilët u ndaluan këtë të mërkur në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Sipas asaj që shkruajnë mediat fshinje, ata u ndaluan në kufi, ku qëndruan për rreth një orë pa marrë shpjegime nga autoritetet shqiptare. Zyrtarët thonë se fillimisht policia kufitare u komunikoi se 3 prej tyre mund të vijonin udhëtimin, ndërsa personi i 4 që i shoqëronte nuk lejohej të hynte në Shqipëri. Në shenjë kundërshtimi ata vendosën të kthehen, ndërsa ABC News mëson se ata janë shpallur në listën e personave që nuk lejohen të hynë në vendin tonë. Dyshimet e autoriteteve shqiptare janë se zyrtarët në fjalë kanë patur rol kyç në organizimin e protestës së 4 korrikut në Tiranë, protestë e cila pati më pak pjesëmarrës, por më shumë dhunë. Në 21 qershor, kryeministri Edi Rama deklaroi publikisht se në protestë ishin angazhuar element politik nga Kosova e Maqedonia e Veriut, duke folur për karvan nga Prishtina e Tetova, pjesë e një përpjekje për të nxitur destabilizimin në vendin tonë. Kur ushtarët e verbër të kërvaneve politike nga Prishtina e Tetova paraqiten në Tiranë si diaspor me flamuj kombëtar që bëhen dekor e një farse të tillë dhe me plisa të bardhë që nxihen prej një marrëje si kjo, ata janë thjesht viktima të zellshme. Sigurisht duke bërë një ndarje të qartë mes kryeministrit të Kosovës dhe këtyre ekstremistëve, që sipas Ramës strehohen pa leje në çadrën e vetvendosjes.